Gjuha e fortë që Donald Trump kishte përdorur ndaj Zohran Mamdani gjatë fushatës i kishte bërë shumë analistë të prisnin një takim të tensionuar mes tyre në Shtëpinë e Bardhë, por skena e takimit rezultoi krye tjetër nga parashikimet. Presidenti amerikan u tregua i përzemër dhe shfaqi gatishmëri për bashkëpunim me kryetarin e zgjedhur të Bashkësisë së New Yorkut, i cili vjen nga rrethët e demokratëve progresist. Ne do të ndihmojmë atë, duket se kemi rënë në dakordsi për shumë më tepër gjëra nga se e kisha menduar, deklaroi Trump duke surprizuar shkuesit politik me tonin pajtues. Mesazhi i tij ishte diametralisht i kundërt me kërcënimet që i kishte artikuluar gjatë fushatës, kur kishte paralajmëruar si New Yorku do t'i bllokoheshin fondet federale nëse Mamdani do të fitonte. Gjatë bisedës, Trump theksoi se ai dhe Mamdani kanë një objektiv të përbashkët, zhvillimin ekonomik dhe social të qytetit. Ne duam që ky qytet, të cilin e quajmë aq shumë, të zhvillohet sa më shumë, u shpreh presidenti, duke shtuar se kryebashkiaku i ri madje mund t'i habiste disa konservatorë. Trump përfundoi duke shprehur shpresën se Mamdani do të rezultojë një kryetar bashkie vërtet i shkëlqyer, një deklaratë që shënoi një kthes të fortë nga retorika e ashpër e muajve të fundit.